Burri punon kur I vjen në shtëpi rrin vetëm në telefon. Çdo moment. I them rri me ne, thot me juve jam. E moj motor, kjo sprovë na ka godit të gjithëve. T'jemi të sinqert. Në këtë sprovë thuj se jemi të gjithë njerëzit. Dikush normal me punë, e dikush me budallakina. Dikush të marrë me njerëz, me biznese, ku e diçka, sepse të na nuk kemi limite. Dikush punon me biznes deri në ora 6, kur ta shën dumat natës ai I shkruan ma që filan modelin. Neve kemi në ora 4 natës, në 2 natës që qënë mesazh, një pyetje kam hoxh. E ne për shkak të xhamatit detyrohemi me majt telefonin qel. Ai pyetjen thotë kam urgjent, kur ta pyet çka është urgjent? Pyet diçka që ka mujtë mas një muji me pyet. Sipas tij është urgjent, po në realitet nuk është urgjent. Ka pasaj njerëz të cilët dojnë me qetësu veten rrinë në telefon, edhe ndoshta në sene halal, po ka dhe të atillë që nuk I intereson as shtëpia, as familja, as fëmijët. Rriten fëmijët pa I pa baba. Kjo gabim. Nuk po du ta mbroj as këtë burrin tan, po as t'i fajsoj të gjithë ata që rrinë në telefon. Varet për çka. Këshilloj çdo prind që t'jep nga koha e tij t'jep familjes. T'i kushtoj familjes, fëmijëve, bashortës, prindërve. Sepse ata janë më të rëndësishmit për neve. Mas Allahu Gjelleshanu dinit Zotit, familja është më e rëndësishmja. Kretë në telefon, shoqënia, miqësia etj. Duhet me pas një kufi. Juve që merrni me biznese, numrat e biznesit mos I manin shtëpi, manin zyre, lenin zyre. Kur del prej punës më mbyllë. Telefonin mos këtë mundësi me thirr dikush. Kurse numrin e familjar që ke, mos ta din askush, veç familja jote. Kaloni kohë me anëtarët e familjes. Ju e kaloni disi ditën poshtë e nalt me njerëz, por ata që janë në shtëpi, gruaja, prindi, baba, nana, fëmia I vogël, ata janë tan ditën në shel, ndoshta në shtëpi. Presin marrë me padurim me ndru një laf me ty. Ti prapë në telefon, pra nuk du të akuzoj asnjënën palë, por të gjitha palët të kenë parasysh të drejtat e palës tjetër. Edhe gruaja ta kuptoj burrin, edhe burri ta kuptoj gruan edhe fëmin. Te fëmijët keni kujdes, mos I neglizhoni. Mos I jepni hakun telefonit më shumë se çka duhet e fëmijët me I lanë mango, se rriten pa I pa.